Mirëserdhët. Sot do të zhytemi thellë në një nga supozimet më të zakonshme që kemi përparatë. Materiali që do analizojmë na shtyn të mendojmë krejt ndryshe për marrëdhënien mes pasurisë dhe varfërisë, duke na treguar se si në fakt ato mund të jenë thjesht dy anët e së njëjtës medalje. Kjo është pyetja kryesore, apo jo? Dhe instinkti na thot po, sigurisht që janë. Por po sikur forcat që e mbajnë dikë të bllokuar në varfëri ishin thjesht një reflektim, si në pasqyrë, i atyre forcave që shkatrojnë pasurinë e dikujt tjetër. E po, pikërisht kjo është ideja që do të eksplorojmë. Dhe ky citat e vendos gjithçka në perspektivën e duhur. Ktu nuk po flasim për luhatjet e tregut apo thjesht për fat të keq. Jo, po flasim për disa modele psikologjike dhe sociale kaq të thella, saqë përsëriten pa pushim përgjatë gjithë historisë njerëzore. Ja ku e kemi, pra, tezën kryesore. Mekanizmat që i fusin të varfrit në një kurth pa dalje, dhe ata që shkrin pasurinë e pasurve, janë në thelb e njëjta gjë, por e përmbysur. Pra, varfëria nuk është thjesht mungesë parash, është ana tjetër e një dinamike të përbashkët. Tani, le të thellohemi pak më shumë për ta kuptuar këtë. Për ta bërë këtë ide sa më të prekshme, do të ndjekim historinë e Adrianit. Ai është një personazh i bazuar në shumë shembuj real nga materialet tona. Adrian është trashëgimtari një pasurie gjigante dhe përmes jetës së tij do të shohim saktësisht se si funksionon kjo dinamika e pasqyrës. Pra, Adriani lindi, siç i thon fjalës, me lugë të artë në gojë. Familja e tij kishte ndërtuar një perandori të tërë. Për të, parat ishin si ajri që thithte, gjithmonë aty, pafund. Por pikërisht këtu, në këtë luks, u mbollën farat e para të shkatërimit. Ajo që atij u trashëgua nuk ishte disiplina, etika e punës apo mençuria financiare që ndërtoi atë pasuri, por një ndjenjë e thellë se gjithçka i takonte. Këtu fillon ajo që quhet shpërbërja e pasurisë ndërzbreznore. Dhe ja ku koncepti pasqyrë bëhet kristali qartë. Nga njëra anë, kemi kurthin e varfërisë, mungesa e kapitalit fillestar. Një fermer nuk ka para për sistemin e ujitjes, kështu që mbetet i bllokuar në të njëjtën vend. Nga ana tjetër, kurthi i pasurisë, mungesa totale e përgatitjes. Të dhënat tregojnë se 60% e transferimeve të pasurisë dështojnë për shkak të prishjes së komunikimit dhe besimit në familje, dhe 25% thjesht sepse trashëgimtarët nuk janë gati. Të dyja janë kurthe, por njëri lind nga mungesa, ndërsa tjetri nga bolloku i tepërt. E njëjta logjik vlen edhe për rrjetet sociale, pra kontaktet. Për të varfrit, problemi është përjashtimi. Ata nuk kanë akses në njerëzit dhe grupet që ofrojnë mundësi, por për Adrianin, problemi ishte e kundërta. Gërryerja e rrjetit. Rrethi i tij ishte një dhomë jehone, ku të gjithë mendonin dhe vepronin si ai. Askush nuk e sfidonte, askush nuk i jepte një perspektivë të re. Ai ishte izoluar nga realiteti, i mbyllur në një flusk po aq kufizuese sa një lagje e varfër. Mirë, tani le të kalojmë në moshën e rritur të Adrianit. Këtu do të shohim se si ato pika të dobta të fëmijërisë filluan të shndërroheshin në një spirale rënje të pakontrollueshme. Këtu fillon shpërbërja e vërtetë. Sa po mori kontrollin e biznesit, Adriani u bë pre e ciklit klasik të mendjemasis. Disa suksese fillestare, të ndihmuara nga një treg në rritje, e bindën atë se ishin një gjeni, si ishte i pathyeshëm. Dhe kjo e çoi drejt marrjes rreziqeve absolutisht të pamatura, duke zgjeruar perandorinë e familjes me borxhe masive. Është i njëjta sjellje që pam të gjygantët si Lehman Brothers para krizës së 2008-s, një besim i verbër se asgjë nuk mund shkonte keq. Ky zgjerim i çmendur krijoi atë që burimet e quajnë iluzioni i likuiditetit. Pra, çfarë do të thotë kjo? Në letër, pasuria neto e Adrianit ishte marramendse, ndërtesa, prona, toka, kudo. Por këto nuk janë para të gatshme në bank. Fluksi i tij paras ishte i vendosur në maksimum vetëm për të paguar interesat e borxheve. Ai ishte, siç thuhet, i pasur me prona, por i varfër në para, një pozicion jashtëzakonisht i rrezikshëm. Dhe ndërkohë që borxhet e biznesit rriteshin, shpenzimet personale të Adrianit dolën totalisht jashtë kontrollit. Ai u kap nga konkurenca për status. Jahti duhet ishte më i madh, festat më ekstravagante, vilat më luksoze. Kjo dëshire ethshme për të mbajtur hapin me elitat botërore filloi të gëlltiste miliona e miliona, duke gërryer pasurinë nga brenda. Dhe kjo nuk është thjesht historia e Adrianit, mos u gaboni. Shikoni këto shembuj real. MC Hammer fitoi mbi $30 milion, Mike Tyson mbi 400 milion. Të dy përfunduan të falimentuar. Pse? Sepse shpenzimet e tyre, të ushquara nga dëshira për të treguar statusin, i kaluan edhe ato të ardhura astronomike. Kjo tregon në mënyrë perfekte se si presioni për të ruajtur një imazh mund të shkrijë edhe pasuritë më të mëdha. Goditja e fundit, grushti i nokautit, erdhi me krizën financiare globale të 2008-s.
Këtu do të shohim se si gjitha i iluzioni pasurisë së Adrianit u shëmb brenda natës. Kjo na çon te koncepti i brishtësisë institucionale. Thënë thjesht, pasuria e Adrianit nuk ishte ndërtuar mbi themele të forta. Ajo varej tërësisht nga një mjedis i caktuar ekonomik, kredi e lirë, mbështetje nga qeveria dhe një treg pronash që vetëm rritej. Ishte e brisht. Kur rregullat e lojës ndryshuan papritur, e gjithë struktura u shëmb si një kështjellë rrere. Banka donin parat mbrapsht, projektet u bllokuan dhe perandoria e tij u bë shkrumbehi. Dhe ky slajd e mbyll rrethin në mënyrë të frikshme. Vetëm shikojeni këtë tabel. Adriani e përfundoi jetën e tij pikërisht në të njëjtin kurth varfërie ku shumë njerëz e nisin. Pa asete, me shëndet të shkatruar nga vitet e abuzimeve, me miq që ishin zhdukur dhe pa asnjë mundësi reale për shkak të borxheve dhe mungesës së aftësive praktike, ai lindi në maj të botës për vdiq i blokuar në fund. Një dëshmi e gjallë e kësaj dinamike të pasqyrës. Pra, çfarë mësojmë nga rënja tragjike e Adrianit? Materialet tona i distilojnë këto mësime në 4 paradokse thelbësore që duket se qeverisin fatin ton ekonomik. I pari është paradoksi i kontrollit. Dëgjoni me kujdes. Problemi nuk është sasia e parave, po psikologjia e shtrembruar që ato krijojnë në 2 skajet. Varfëria krijon një ndjenjë pafuqie totale që të shtyn të marrësh vendime afatshkurtra. Nga ana tjetër, pasuria e tepërt mund të krijojë iluzionin e kontrollit absolut, mendje madhsin që të çon në marrjen e rreziqeve të çmendura. Të dyja gjendjet mendore janë njësoj të rrezikshme. Pastaj vjen paradoksi i largpamësisë. Të varfrit janë të detyruar të mendojnë vetëm për të sotmen, për mbijetesën, por edhe të pasurit mund të bie në të njëjtin kurth. Kompani si Kodak apo Blockbuster ishin aq të dashuruara me modelet e tyre të vjetra të suksesit, saqë nuk e pan dot të ardhmen që po vinte. Pra, si dëshpërimi për të sotmen, ashtu edhe rehatia me të sotmen mund të verbojnë për atë që vjen më pas. Paradoksi i tretë ka të bëjë me izolimin. Të jesh i përjashtuar nga rrjetet e duhura është një pengesë e madhe, kjo dihet. Por të jesh i mbyllur brenda një rrjeti të vogël e homogjen, siç ishte Adriani, është po aq shkatruese. Vlera e vërtetë e një rrjeti nuk është thjesht ekzistenca e tij, është diversiteti, hapja ndaj ideve dhe perspektivave të reja. Dhe në fund, ndoshta pika më thelbësore, paradoksi i trashëgimisë. Ajo shpreha e vjetër nga rrekat e rrekat brenda 3 brezave nuk ka lidhje me parat, ka lidhje me dështimin për të trashëguar karakterin, vlerat dhe qëndrueshmërinë. Kur trashëgon vetëm pasurinë, por jo mençurinë për ta menaxhuar, atëherë ajo pasuri kthehet në një barr, jo në një bekim. Dhe kështu e gjithë kjo analizë na lën me këtë pyetje të fuqishme për të menduar. Në fund të ditës, a është fati ynë ekonomik një produkt i rrethanave ku lindim, apo i disiplinës që kultivojmë? Historia e Adrianit sugjeron se ndërsa rrethanat mund përcaktojnë piknisjen tonë, në fund të fundit është disiplina ose mungesa e saj ajo që përcakton destinacionin ton final.